Ekzekutimi publik i djeshëm i Gilmando Danit, eksponent kryesor i organizacës kriminale të Emiliano Shullazit dhe plagosja rënd e Muçi Shaljanit apo Sheqerit në pamjet parë shofer i drejtorit të shërbimeve inteligjente të policisë së shtetit dhe inspektor policie, por në fakt një boss. Edhe ky, bashkë me vllain e vet i krimit të organizuar dhe drogës, është një ngjarje e cila u patronua kryekput nga shteti për llogari të bandave me lidhje në të afërta me qeverinë se sa banda e Shullazit. Vendi i ekzekutimit publik të tyre në protokollet e sigurisë publike është vendi më i ruajtur se çdo vend tjetër. Në atë zonë, përveç patrullës së policisë së rendit, është patrulla e policisë rrugore dhe po aty ngjitur është furgoni i FNSH-s i instaluar aty që në moment që pas vjedhjes së shekullit të bankës të parave në aeroportin e Rinasit. Është dhe një njësi e cila rrin aty në mbrojtje të sallonit të VIP-ave kur kalojnë qeveritarët. Pra, nuk ekziston asnjë zonë tjetër, asnjë territor tjetër në të cilin të kryqëzohen në mbikëqyrje kaq shumë forca policore dhe speciale. Është gjithsejt 100 metër nga rajoni i policisë Rinasit, është pak metra nga dalja e sallonit të VIP-ave. Pra, atentatorët apo vrasësit, pasi shkrehen breshrit të shumta mbi makinën që e pristin të sigurt dhe i kishin zënë prit pikërisht aty që s'mund të zije prit kur pa lejen e shtetit, pas ekzekutimit, u largua e qetë dhe përshkroi pa asnjë lloj telashje apo andralle të gjithë rrugën Rinas Fushkruj, të gjithë rrugën Fushkruj pothuaj Kruj. Fshati Halil është një fshat ndër më të afërt me Krujin, ngjitur me Zgërdheshin, me kalan e Zgërdheshit, se atë e keni parasysh ju ku ndodhet. Dhe ata shkuan në Zgërdhesh. Asnjë lloj përpjekje nga policia e shtetit, narkopolicia nuk u bë për të ndaluar vrasësit e
Gilmando Danit dhe ata që plagosën rënd, Mustafa Shaljanin, apo Sheqerin. Tani, një qytetar digital shkruan këtu se shpreh çudinë se pse opozita flet për një shofer apo agent të thjesht policie.